Përshëndetje, sot do shpjegojmë koncepti I tabelës për tik 11 bërtham për klasat e 11-ta. Atëherë, çfarë janë tabelat? Tabelat janë struktura të rëndësishme për të dhënat, për plotësimin e të dhënave. Që të dhënat të paraqiten në tabel, ato patjetër duhet plotësojnë dy kushte që janë të kenë të tip të njëjtë dhe të dihet sasia e tyre. Tabelat ndahen në dy lloje, tabela 1 përmasore dhe tabela 2 përmasore. Ne do shikojmë të dyja këto lloje tabelash duke krijuar programet për tabel 1 përmasore dhe tabel 2 përmasore. Hapim programin CodeBlock dhe fillojmë në gjuhën C. Do krijojmë një tabel e cila do gjej do vendosim numrin e përmasës së tabelës, pra sa element do vendosim brenda saj, do vendosim element të ndryshëm dhe do gjejmë në qoftë se elementi që ne do vendosim ndodhet në numrat e kësaj tabela ose ndodhet brenda kësaj tabele ose jo. Atëherë e po emërtoj tabela no, tabela 1 po e thëmë. Dhe bëjmë save. Dhe finish. Atëherë fillojmë. Include stdio. Include stdio. Pikë. Include konja pikë. Include konja pikë. Dhe kemi define maksimumi 20. Pra, kemi define, është vlera maksimum që mund të fusim për tabelën tonë është 20. Maksimum vlerës 20. Kemi void, pra që është funksioni, void, lexo tabelën. Lexo tabelën. Dhe vlerat integer a dhe integer n, pra vlerat që do fusim. Int. Kemi parasysh që deri tani kemi përdorur klapat rrethore dhe gjarpërushe dhe sot do shikojmë që do përdorim dhe klapat katrore. Pra, dy klapat katrore për futjen e elementeve, integer a dhe integer vlerat n që do futen. Dhe në fund kemi pikpres, klapën gjarpërushe. Vazhdojmë. Kemi int i. Integer i, vlera i që do futet në përdoruesi. For, kemi një cikël, for, pra kemi thënë që kudo që përdoret fjala for, kemi cikël, pra një cikël instruksioni, dhe kemi for i të barabartë me 0, pikpresje, dhe i më të vogël se n, pra vlera n që do futet, i-a do rritet me 1. I plus, i-a rritet me 1. Dhe në fund kemi klapën përsëri klapën gjarpërushe dhe shkruajmë. Integer i. Integer i baras kemi print f, pra kemi mesazhin që do afishohet, print f, print mesazhi që do jepet dhe kemi jep një përqindje d, pra thoj za dyshe, jep përqindje d dhe këtu kemi element. Pra, çfarë është kjo përqindje d? Kemi parë që përqindjen d ne fusim vetëm te scanf-ja, kurse këtu jep përqindje d element dhe thoj za dyshe dhe i plus dhe i plus, çfarë është ky mesazh ose çfarë bën ky rresht? Ky rresht bën të mundur lëvizjen e elementit. Pra kur fusim elementin e parë, mesazhi i dytë do jetë fut elementin e dytë, fut elementin e tretë e me radhë. Pra kjo përqindje d dhe ky i plus rrit elementin në mesazh dhe kur do bëjmë ekzekutimin e programit, kjo do jep një elementin 1 dhe më pasi të fusim elementin e parë do jetë jep elementin 2, jep elementin 3 e me radhë vlerën e elementeve që ne do fusim. Dhe kemi scanf
scan f, përqindje d, presje and elementin AI. Elementi AI që do futet, e kemi pik presje. Mbyllim klapën gjerpërushe dhe vazhdojmë. Kemi integer gjej elementin. Int, pra integer gjej element, integer a, integer vlera a që do futet në klapat rrethore, pra vlera a këtu është do përcaktohet nga përdoruesi, integer vlera n dhe integer element. Integer element mbyllet klapa dhe hapet klapa gjerpërushe. Integer int i presje pozicioni baras pozicion, kjo pjesa fjala poz baras me -1, është pozicioni i elementit që gjithmonë do jetë një element më pas, pra do jetë gjithmonë për të vajtur në fund të vargut që ne do përcaktojmë, gjithmonë -1 do jetë një element më pas në varg. Atëherë, for i të barabartë me 0, pikpresje dhe i më të vogël se n, pikpresje i-a do rritet me nga 1. I plus. Atëherë, hapim dhe këtu klapën gjerpërushe. Një sekund. Po. Pra, hapim klapën gjerpërushe tek fori, pra të instruksioni, dhe kemi një kusht. If, në qoftë të se a-ja, elementi a, me vlera a, me elementin i që ka brenda saj, është i barabartë me element, pra dy barazimet tregojnë shenjën e barazimit, pra jo baraz kur themi a baraz me 1, po barabartë në shenjën e krahasimit, është e barabartë me element. Atëherë këtu kemi një pozicion i barabartë me 1, ose pikpresje dhe pastaj kemi break pushim. Këtu deri këtu kemi pjesën, pra e përcaktuam. Kemi një klap gjerpërushe, të cilën e mbyllim këtu. Dhe vazhdojmë. Kemi mbylljen e klapës gjerpërushe. Dhe vazhdojmë. Return pozicion, pikpresje dhe përsëri mbylljen e klapës gjerpërushe. Vazhdojmë. Kemi void main, përsëri kemi një funksion void main, klapat rrethore dhe kemi integer tab maksimum, pra në tabin maksimum, pra vlerën që do futet në tabel. Tabi maksimum është me klapa rrethore, klapa katrore. Tabin maksimum dhe kemi pikpresjen. Integer në presje vlerë pik pozicion,
presje pozicion, pik presje, print f, vazhdojmë, kemi print f, vlerën që do printohet dhe n/n jep elementin, jep për masën e tabelës. Këtu përdoruesi do fusi se me sa rreshta ose me sa elementa do jetë tabela jon, pra e përcakton përdoruesi pjesën e vlerave të elementet e tabelës që do futen. Dhe kemi scan f, vlerat që futen, dhe kemi përqindje d, klapat me thonë za dyshe, përqindje d, end n, presje end n, në pik presjen, dhe print f, një mesazh përsëri /n, jep elementet. Këtu përdoruesi do fusi elementet në tabel, pra supozojmë vlerën 3, 5, 7 e me radhë, pra në dorën e përdoruesit se çfarë elementesh do vendos, dhe kemi lexo tabelën, table në, lexo tabel, dhe kemi vlerat tab në, presje në, dhe pik presje këtu. Vazhdojmë pozicioni baras me gjej element, pozicioni baras me gjej element. Jo, kalova rreshtat në poshtë, është e lehtë të ngatërrohesh këtu. Kemi print f, në rreshtat e gjatë ose në kodet e gjatë dhe probabiliteti për të gabuar është më i lartë. Print f, kemi jep vlerën që kërkohet. Jep vlerën që kërkohet. Pik presje. Dhe scan f është vlera në fund që përqindje d dhe vlerë. Përqindje d dhe presje vlerë është vlera që do fus përdoruesi. Pra, këtu do jepet kjo print f-ja vlera mesazhi jep vlerën që kërkohet, këtu do edhe përqindje d dhe vlera. Kjo është pjesa që do përcaktoj në qoftë se vlera e futur nga përdoruesi është në tabelën tonë ose jo. Dhe pozicioni baras me gjej element, pozicion baras me gjej element, tab presje në, pik presje, në presje vlerë përsëri, if përsëri kemi një kusht, if pozicioni është i barabartë me -1, është i barabartë atëherë print f, if pozicioni atëherë print f, që vlera e futur në /n jep, atëherë nuk ekziston në tabel, /n përqindje d, nuk ekziston në tabel. Pra, kjo përqindje d do zëvendësohet me numrin që ne do kërkojmë, dhe nëse numri i futur ndodhet në vlerat që ne kemi vendosur, atëherë kjo do na jepet mesazhi vlera ndodhet në pozicionin në çfarë rreshti është. Nëse numri nuk ndodhet, atëherë do na printohet vlera që nuk ndodhet në tabel kjo vlerë.
slash në, kemi slash në mbyllet e tonjzave dhe presje vlerë. Pra, këtu në qoftë se kemi vlerën do e na gjejë. Në qoftë se nuk është else, pra në qoftë se nuk është atëherë do na printohet vlera, nuk është në tabelë. Print f vlerat slash n përqindje d dhe kemi mesazhin gjendet në pozicionin d. Pra, vlera gjendet në pozicionin përqindje d. Pra në vlerën ku është e vendosur. Kemi dhe slash n për pjesën e vlerës tonë, presje vlerë dhe pozicion. Presje pozicion. Pozicion, pik presje. Print f. Print f. Vlera që të futet. Print f 2 slash n. Kjo është për të printuar vlerën të ndryshme. Vlerë në pik presje dhe getch. Getch dhe pik presje. Me kaq kemi shkruar gjithë pjesën e tabelës një përmasore. Do shikojmë nëse kemi gabime dhe probabiliteti për të pasur gabime tash në kodet e gjata është i lartë, por gjithmonë do i shikojmë dhe do i rregullojmë gabimet. Po kemi një gabim këtu, print f jep elementin po scan f po. Nuk kam hapur klapën, do thonë za dyshe. Përsëri kemi këtu një gabim. Po, kemi dhe një gabim këtu, nuk kemi vendosur një presje. Save dhe shikojmë. Po, dhe këtu kemi përsëri një gabim. I fa baras me element. Pozicioni i pikpresje break, nuk kemi vendosur pikpresje pas breakut. Save. Përsëri këtu gabim, element. Po, dhe këtu kemi një gabim, e kemi bërë element, por duhet element. Pra i thashë në kodet e gjata, përsëri kemi një gabim, element. Në kodet e gjata është e lehtë të, po, këtu kemi pozicioni baras me i dhe jo me një, pra e kam bërë me një. Atëherë e ekzekutojmë kodin dhe nuk kemi më gabime. Atëherë, kemi për masën e tabelës. Pra te për masa e tabelës do japim se sa numra do vendosim në tabelë. Dhe unë për shembull po marr numrin 5, pra 5 vlera në tabelë. Jep elementin e parë, jep një element ose jep elementin e parë në rastin tonë, do po jap 45, jep elementin e dytë, supozojmë 34, jep elementin e tretë, po marr 12, jep elementin e katërt 5 dhe 6, jep elementin e 5, supozojmë 8. Jep vlerën që kërkohet. Vlera që kërkohet duhet jetë patjetër në këto vlera që ne futëm. Në qoftë se vlera do jetë në këto vlera që ne futëm, atëherë do na kthehet mesazhi në çfarë pozicioni ndodhet. Në të kundërt nuk ndodhet në elementet që ne futëm. Unë po i marr të dyja rastet. Japim supozojmë vlerën 56 dhe 56-a gjendet në pozicionin e tretë, por në fakt këtu ndodhet në të katërtin. Pra në elementin e 4. Ekzekutojmë përsëri dhe japim për masën e tabelës, supozojmë 3. Japim elementin e parë 23, 45 dhe supozojmë 26 ose 28. Jep vlerën që kërkohet, supozojmë për marrë 12. 12-a nuk ekziston në tabelë. Pra, ky ushtrim bën të mundur gjetjen e numrave të futur në tabelën tonë. Kalojmë tek tabela 2 përmasore.
Atëherë, këtu kemi tabelën 2 përmasore. Unë e kam shkruar fillimisht sepse ky është kod goxha i gjatë dhe do ndër shumë kohë, ndërkohë që po e shpjegojmë kodin rresht pas rreshti. Include stdio, include conio.h janë të dyja libraritë. Define maximum r 10 dhe define maximum s 10. Atëherë këtu kemi vlerat ose më saktë për tabelat për elementin r dhe elementin s nuk duhet kalojmë më tepër se 10 rreshta dhe 10 kolona. Void main kemi funksionin integer matricën, pra kemi matricat maksimumi i r-s dhe maksimumi i s-s, kemi vlerën integer i, j, r dhe s. Pra vlerat i-ja është për matricën për rreshtin dhe j-ja për kolonën dhe r-ja dhe s-ja janë vlerat që do futen për të dyja rreshtin dhe kolonën. Print f jep numrin e rreshtave, pra mesazhi që do afishohet për përdoruesin, jep numrin e rreshtave që do japi përdoruesi. Scan f vlera d që do futet, përqindje d, vlera që do futet nga përdoruesi dhe vlera r që i korrespondon numrit të rreshtave. Print f jep numrin e shtyllave dhe përqindje d dhe s që i korrespondon vlerës kolonave, pra i-ja tash është rreshta dhe j-ja është kolona, r-ja vlerat për rreshtat dhe s-ja për kolonat. Dhe kemi print f jep elementet e matricës, pra numrat që do futen dhe kemi for i të barabartë me 0, i më të vogël se r, i-ja do rritet me 1. Pra këtu kemi tek me in, kemi të bëjmë me rreshtat, pra vlera që do futet nga rreshtat. Dhe for j për kolonat, j-ja është e barabartë me 0, j-ja është më e vogël se s, tham që r-ja është për in dhe s-ja është për j-n, j-ja do rritet me 1. Print f, pra mesazhi jep matricës përqindje d, pra 1% d është për vlerën e i-s, për vlerën e rreshtave, dhe 1% d është për j-n, për numrin për vlerën e shtyllave. I plus 1 dhe j plus 1. Pra do rritet edhe numri i shtyllave edhe numri i rreshtave. Scan f përqindje d, pra do futet vlera në matricën i dhe j, pra në rresht dhe në kolon. Dhe kemi mbylljen e klapave gjarpërushe dhe kemi print f. Matrica është vlera e matricës dhe kemi for i barabartë me 0, pra dhe i është më vogël se r, i rritet me 1, pra numri i shtyllave i rreshtave do rritet, e njëjta gjë do ndodh edhe me shtyllat, j-ja baras me 0 dhe j më vogël se s, j-ja do rritet. Dhe print f përqindje d për tabelën, pra vlera që do futet për tabelën e matricave është i-ja dhe j-ja, dhe print f vlerën n. Get dhe këtu mbyllet pjesa e tabelave dy përmasore për matricat. Ekzekutojmë për ta parë se çfarë do afishoj. Unë thash e kam punuar më parë për mos na ngrënë kohë dhe nuk ka gabime sepse unë gabimet i kam rregulluar këtu. Dhe për shembull, jep numrin e rreshtave. Me sa rreshta dhe sa kolona e dua matricën tonë. Unë po e marr, nuk po e marr shumë të madhe, po e marr 3 me 3, pra numri i rreshtave 3, numri i shtyllave përsëri po e marr 3, një matricë 3 me 3. Jep elementin e matricës 1-1, pra jep matricën 1-1 do të thotë rreshti i parë, kolona e parë. Rreshti i parë po jap vlerën 2 dhe kolonës së parë po jap vlerën 4. Matrica 1-2, rreshti i parë, kolona e dytë. 3 6, 1 3, 2 7, 2 1, rreshti i dytë, kolona e parë 1 8, rreshti i dytë, kolona e dytë i bie 5 9 po japun, rreshti i dytë, kolona e tretë 3 4 dhe rreshti i tretë, kolona e parë i ku vlera e kësaj, po jap 3 4, po jap këtu poshtë. Jep matricën 3 2, pra kolona e tretë, rreshti i dytë 2 3 po e marr. Jep matricën rreshti i tretë, kolona e tretë po e marr 6 7. Dhe enter, shikojmë që matrica jonë është elementi i parë 2 4, pra kemi 2 4 këtu. Rreshti i parë, kolona e parë, kemi rreshti i parë, kolona e dytë, e kemi 3 6, ja dhe kemi 3 6. Rreshti i parë, kolona e tretë 2 7, ja ku jemi 2 7. Rreshti i parë, këtu më falë, rreshti i dytë, kolona e parë, kemi 1 8, 1 8 jemi këtu. Rreshti i dytë, kolona e dytë e kemi 5 9, 5 9. Rreshti i tretë, rreshti i dytë, më falë, kolona e tretë e kemi 3 4
ku jemi 3-4. Rreshti i parë, kolona e parë jemi 3-4 përsëri, 34, 3-4. Matrica kolona e tretë, rreshti i dytë është 2-3 dhe rreshti i tretë, kolona e tretë është 6-7. Pra u printua vlera e matricës me këto element. Ky ishte koncepti i tabelës, pra mësimi juaj për herës tjetër. Do i ekzekutoni, do i punoni edhe ju këto që të mësojmë me këtë pjesë. Shihemi në mësimin tjetër. Miropafshim.